do të kemi mendim pozitiv të Allahut, se çdo gjë që na ndodh në jetën tonë, ne e kemi dorëzuar jetën tonë Zotit Xhelle Xhelalu dhe çdo gjë që ndodh në jetën tonë, ndodh për hajër, për të mirë për ne. Prandaj, shpesh e përmendim edhe atë ajetin kuranor që Allahu Subhanahu Xhelle Xhelalu na thot: "Asa tuhibbuna shay'an wa huwa sharrun lakum." Ndoshta ju e doni diçka. Njeriu don shumë gjëra në jetë. Mi po nuk i ndodhin ato që çka don ti. Domethënë ka disa gjëra në jetë që ti dëshiron shumë, i don. Du që të bëhet diçka. Duhet që të bëhet kjo, që të punësohem fulan vendi. Duhet bëhet kjo, duhet të udhtoj këtu. Mirë, po ka raste që nuk plotësohen ato çka ti dëshiron. Edhe Allahu Subhanahu Xhelle Xhelalu thot: "Ju e doni diçka. Mi po nuk është e mirë, është sherr për ju. Prandaj Zoti nuk ta jep atë çka ti dëshiron në shumë micën e rasteve në jetën tënde. Zoti nuk ta jep atë çka ti dëshiron, sepse nuk është e mirë për ty. Se ne nuk e dim të ardhmen. Zoti e din të ardhmen tonë.